Një automjet është përfshirë nga flakët mbrëmjen e së martës në zonën e Novoselës, pranë autostradës Fier-Vlorë. Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 22 në një sipërfaqe me toka bujqësore, ku mjeti është konstatuar duke u djegur pothuajse plotësisht në momentin që është vënë re. Flakët e zjarrit kanë qenë të dukshme nga një distancë konsiderueshme, çka ka bërë që banorët përreth të njoftojnë menjëherë shërbimet e emergjencës. Brenda pak minutash në vendngjarje kanë mbërritur forca zjarfikse, të cilat kanë ndërhyrë për izolimin dhe shuarin e zjarrit. Me gjithë përpjekjet e tyre, automjeti nuk ka mundur të shpëtohet dhe është krumbuar totalisht, duke mbetur vetëm skeleti i tij metalik. Fatmirësisht, nuk raportohen persona të lënduar, ndërsa mbetet ende pa qartë nëse në momentin e shpërthimit të flakëve ka pasur njerëz brenda apo pranë mjetit. Po ashtu nuk dihet ende identiteti i pronarit të automjetit apo arsyeja pse ai ndodhej në një zonë të izoluar bujqësore, larg qarkullimit të zakonshëm rrugor. Forcat policore kanë mbërritur gjithashtu në vendngjarje dhe kanë nisur menjëherë veprimet hetimore. Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet e rënies së zjarrit, duke shqyrtuar disa pista që nga një defekt i mundshëm teknik deri tek mundësia e një zjarrvënie të qëllimshme. Ndërkohë, pritet që në orët në vijim të ketë më shumë detaje nga hetimet, ndërsa ekspertët do të kryejnë analizat përkatëse për të përcaktuar me saktësi origjinën e flakëve.